Përmes një postimi në Facebook, Halil Geci ka kritikuar ashpër qëndrimet dhe iniciativën politike që synojnë kufizimin e të drejtës së votës për Morgatën, duke cilësuar këtë qasje si antikushtetuese dhe të dëmshme për demokracinë e vendit. Sipas tij, debati për votën e diasporës nuk është thjesht teknik, por lidhet drejt për drejt me identitetin politik të qytetarëve dhe me vetë historinë e përjashtimit që shqiptarët e Kosovës kanë përjetuar ndër dekada përcjell bota sot. Geci thekson se tentativa për ta delegjitimuar pjesëmarrjen e Morgatës në zgjedhje përbën reflektim të mentalitetit të vjetër përjashtues dhe paralajmëron se demokracia nuk mund të funksionojë duke përjashtuar një pjesë kaq të rëndësishme të popullsisë. Në vijim, shkrimi i tij plot në Facebook. Nga pengesa e dikurshme e Serbisë dhe sfidat politike të sotme për Morgatën, e drejta e Morgatës për votë një çështje legitimiteti, identiteti dhe demokracie. E drejta e Morgatës për të votuar është ndër çështjet më të rëndësishme të demokracisë së Kosovës, por njëkohësisht më të kontestuara nga disa parti politike dhe individ caktuar në skenën publike. Debati shpesh nuk zhvillohet mbi parime kushtetuese ose standarde demokratike, por mbi një interes partjak, frikë nga humbja pushteti apo kalkulime të ngushta elektorale. Kur kjo e drejtë vihet në pikpyetje, nuk bëhet fjalë për një çështje teknike, por për vetë thelbin e përkatësisë politike të qytetarëve të Kosovës kudo që jetojnë ata. Historia e shqiptarëve të Kosovës është historia e një populli që për dekada është përjashtuar nga vendimarrja. Partitë që mohojnë të drejtën e Morgatës për të votuar mbajnë ende brenda vetes një zë të errët, një zë që në thelb kujton politika diskriminuese të së kaluarës, politikat Miloševićiane, ku regjimet shtypse synonin t'i përjashtonin shqiptarët nga proceset politike dhe nga e drejta për të vendosur për fatin e tyre. Mohimi i votës së Morgatës sot është jehone të njëjtit mentalitet përjashtues, që nga shpërbërja e autonomisë në 1989 dhe deri në çlirimin e vendit, politika shtetërore jugoslave synon të neutralizonte pjesëmarrjen politike të shqiptarëve. Shqiptarët u privuan nga e drejta për të votuar lirisht, për të organizuar dhe për të qenë pjesë aktive e institucioneve. Për këtë arsye, krahasimi i sotëm nuk ka të bëjë me barazimin moral me regjimet e atëhershme, por me ngjashmërinë logjike të mekanizmit të përjashtimit. Atëherë, përjashtimi bëhej përmes dhunës dhe represionit. Sot, tenton të bëhet përmes procedurave burokratike, narrativave politike dhe diskursit manipulues ndaj diasporës. Mohimi i votës për Morgatën sot i ngjan tentativave të vjetra për ta ndarë popullin dhe për ta kufizuar pjesëmarrjen e tij në fatet e vendit. Pse gjithë kjo frikë nga diaspora? Shumë parti politike, sidomos ato që mbështetjen e tyre e kanë të kufizuar territorialisht, e shohin votën e Morgatës si rrezik elektoral. Pse? Sepse Morgata zakonisht voton më lirshëm, më pak klienteliste, më pak e influencuar nga rrjetet lokale të patronazhimit. Vota e Morgatës rrjedh nga përvoja e saj në vendet më demokraci funksionale dhe nga perspektiva më e gjerë mbi zhvillimin politik. Kjo shpjegon pse disa parti në vend, se të punojnë për t'i fituar votat e Morgatës, zgjedhin ta delegjitimojnë atë, ta paraqesin si të painformuar, të distancuar apo të paqëndrueshme politikisht. Në thelb, ky është një qëndrim që i shërben vetëm ruajtjes së pushtetit, jo forcimit të demokracisë. Kjo logjik është parë edhe në tezat që promovojnë ndarjen identitare si koncepti i kombit kosovar, i përmendur nga disa analistë publik në të kaluarën. Ide të tilla nuk synonin unitetin politik të shqiptarëve, por fragmentimin e tij. Kushtetuta e Republikës së Kosovës është e qartë. Çdo shtetas i Kosovës ka të drejtë të votojë pavarësisht vendbanimit. Neni 45 i Kushtetutës garanton të drejtën e votës për të gjithë qytetarët. Komisioni i Venecias dhe praktikat ndërkombëtare rekomandojnë që diaspora të mos përjashtohet kurrë nga zgjedhjet, sidomos në shtetet e reja. Roli i Morgatës së shtyllës së jetë Kosovës është paradoksale për ata që po përpiqen të sakrifikojnë votën e diasporës duke i akuzuar se nuk kanë të drejtë të vendosin për vendin e tyre. Ai ishte pikërisht Morgata ajo që financoi rezistencën gjatë viteve 90. Kontributi me mbjetesë ekonomike të qindra familjeve, më në fund betejë për votën e Morgatës është betejë për demokraci. Drejta e votës nuk është një çështje teknike, por një identitet demokratik. Kush tenton ta kufizojë votën e Morgatës, indirekt tenton të kufizojë vetë demokracinë e Kosovës, ka shkruar ndër të tjera Geci.